Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. Për të tretin vit radhasi, sezoni veror e gjen zonën elitare për pushime në qytet në një kantier të vërtet ndërtimi. Prej 5 qershori deri në shtator, i gjithë Bregdeti do të vijojë si një kantier i hapur ndërtimi, duke penguar sektorin e turizmit dhe 10 biznese që funksionojnë në të. Për të tretin vit me radhë, sezoni veror e gjen pjesën elitare për pushime në qytet në një kantier të vërtet ndërtimi, kur jemi vetëm 2 ditë larg bllokimit total të punimeve për realizimin e projekteve në qytet. Lungomare 3 nga zona ujë të ftohtë deri në radhim dhe Orikum nuk është ende gati. I gjithë Bregdeti nga zona e tuneli deri në Orikum deri në muajin shtator, kur do të nisi sërish punimet, do të lihet një kantier i hapur ndërtimi, duke penguar sektorin e turizmit dhe 10 biznese që funksionojnë në të. Edhe ky sezon veror që ka nisur po e gjen Bregdetin e Vlorës së pjesën kryesore, atë të Lungomare 3, një kantier ndërtimi me segmentin rrugori i cili në shumë pjesë nga tuneli në ujin e ftohtë deri në Orikum është i amortizuar, trotuare ende të pa përfunduara dhe plazhe të pa rehabilituara, për mos të folur më pas edhe për parkingje të cilat vijojnë që të jenë ende në themelet e krijimit të tyre, çka sjell pengesa për sektorin e turizmit në qytetin bregdetar, pavarësisht se Lungomare 3 është palosur se një projekt që do të ndryshojë fytyrën, realitetin qytetit të Vlorës. Segmenti rrugor i amortizuar me rrugën plot gropa është një hall me vete për çdo drejtues automjeti. Kjo për shkak se nga zona e tunelit në ujin e ftohtë dhe në vijim rruga nuk është rehabilituar, pasi aty ende vijojnë punimet, duke lënë të hapura në mes të saj kanale dhe gropa të shumta. Pritshmëritë janë që Lungomare 3 të përfundojë sezonin e ardhshëm veror, pasi nga të gjitha informacionet në terren janë realizuar vetëm 60% e punimeve. Megjithëse sezoni veror ka nisur, në shumë pjesë të saj nuk janë rehabilituar hapësirat e plazheve. Vendkalimi i këmbësorëve, por dhe korsia e biçikletave nuk është ndërtuar ende në gjithë gjatësinë e projektit. Ende në fazë fillestare të ndërtimit janë dhe parkingjet. Vlen të theksohet fakti se megjithëse u shpalosi një mrekulli e turizmit në shumë pjesë të shititores, mungojnë dhe shyllat ndryquese, duke i lënë këto territore në errësirë totale. Shëtitoria e Orikumit është një projekt i cili mund të konsiderohet i përfunduar. Banorët e qytetit së vjetër të Orikumit, por dhe emigrantët e rikthyer në vendlindje pas shumë vitesh vlerësojnë investimin, të cilin e shohin si një zhvillim për Orikumin, që sipas tyre ka pësuar dhe ndryshime. Shëtitoria e Orikumit është një projekt i cili mund të konsiderohet tashmë i përfunduar. Banorët e qytetit së vjetër të Vlorës vlerësojnë investimin. Sipas tyre, ky investim do të sjellë më tepër zhvillim për Orikumin. Banorët theksojnë edhe faktin se rehabilitimi i rrugës do të sjellë më tepër zhvillim për një prej vendeve që ka shumë potencial për turizmin. Projekti vlerësohet jo vetëm nga banorët e Orikumit, por dhe nga emigrantët e kthyer në vendlindje pas shumë vitesh, të cilët gëzohen se qyteta e tyre ka ndryshuar. Unë jam vlerë e rritur këtu, po banoj në Itali. Po, banoj në Itali. Çfarë ka sjellë kjo qytetës tuaj? Shumë të bukur, gjëra të mira. Çfarë thuash? 30 ani, 30 vjet. 30 vjet. E ka ndryshe Orikumi? Po si ora? Ka ndryshuar shumë. Shumë ka ndryshuar. Shumë ka ndryshuar në vendlindje. Takuam miq e shok plot. Edhe jemi të gëzuar e të kënaqur që ka ndryshuar. Çfarë ka ndryshuar? Në shumë gjëra ka ndryshuar, në infrastrukturë, pallate, njerëzit, dihet që ka edhe zhvillim, ka të gjitha të mirat. Tani njerëzit puna është që të punojnë me mundin dhe djersën e tyre. Çfarë të pëlqen më tepër në këtë projektin e bulevardit të Orikumit? Shumë bukur, para ishin qik mashu, tani është bërë. Tani e kanë bërë shumë bukur, sidomos rrugën e Bregdetit andej e kanë bërë shumë të bukur. Shëtitore shumë e bukur. Jetohet në Orikum? Jetohet. Do rikthehesh sërish? Neve jemi ngull atje, nuk mund të kthehemi se s'kemi me ato, po. Po e sugjeronte të tjerës Orikum? Po, patjetër, ja takoj miq e shok të vjetër, veteran, të rinj, djemt e tyre, fëmijët e tyre, po i shikojmë që janë të gjallëruar, do me thënë bëjmë punën e tyre, janë. Mirë. Po pse s'na pëlqej? Gjë mirë si. Pse të mos na pëlqej? Kur është një gjë mirë është, apo jo?
Patjetër. Çfarë do sjellë? Po ke sy në ballë, po ke mendje, do thuash të vërtetë. Patjetër. Çfarë do sjellë Lori? Do sjellë zhvillim? Patjetër do sjellë. Po të bëhet dhe lulishja Lungomari andaj, do ke zhvillim, do ke dyndje, do ke shumë turistë, do ke mirëqenie. Apo Shete ky projekt ndonjë anomali, ndonjë problem që të vret syrin apo është çdo gjë okay? Mua më duket mirë, nuk e di. Si vërtetja mund të ketë, se i cili ka mendimet e tija. Do të ndikojë në turizmin e Orikumit? Patjetër. Patjetër. Zhvillim është kjo. Prisni më shumë turistë të vit apo jo? Po sigurisht. Shpresojmë. Po dhe s'ka mbaruar e tëra, po mirë, na duket. Do të sjellë zhvillim Lori? Tani varet nga xhepi që kanë njerëzit. Po të bëhet mirë të vinë, nëse të vinë, do t'jeni të kënaqur. Por pavarësisht se pranohet zhvillimi dhe investimi modern, qytetarët e Orikumit shohin aty edhe anomali. Për ta rruga është shumë e ngushtë dhe nuk ka shumë mundësi qarkullimi, ndërkohë që edhe parkimet sipas tyre janë një problem e vete. Kjo faktikisht gjë e bukur doli, po për mendimin tim është lënë çike ngushtë. Brenda parkimeve lënë shumë e ngushtë edhe këtu do kalojnë autobusa, kamiona, edhe çike ngushtë, po shumë e mirë ka dalë, nuk ka dalë keq. Nëse do ketë pak ngarkim trafiku Po kuptonë sezoni behari do vi, do ketë më shumë, po nuk e di, e ngushtë është pak. Se ki mundësi të zjeroni, të ngushtoni pak trotuaret, e ke parasysh, se ka shumë shëtitore. Ama do të sjellë zhvillim, besoj. Po jo, mirë shumë, zhvillim do ketë, mëngojnë gjërat e tjera, pa punësia, njerëz nuk ka. Mendojmë se po, s'ka gjë tjetër, çfarë mund të. Ka perspektivë Orikumi për të zhvilluar më tepër? Po vendi i mirë është, por nuk punonet. Që vendi i bukur nuk, ja siç po e shikojmë, nuk po bëhet asgjë faktikisht. Janë ta që ndërtoj bëjnë pavate, shesin, sa u do qefi, çmimi metër katror ka vaj skandal. Këtu janë bërë njerëzit pesimista. Ja, unë jam pensionist, kimi le. Qa të ardhën mund të ketë. Në mbanë fëmijët, andejme nga një 5 lekëshe. Po të rinë, ka? Po shumë pak, s'ka fare, ku do punoj. Problem për banorët e Orikumit pas rehabilitimit të shëndetësores janë dhe drejtuesit e automjeteve që qarkullojnë me shpejtësi, ndërsa ta bëjnë thirrje që të vendosen kufizuese të shpejtësisë, pasi mjetet po kthehen në një rrezik për ta. Jo, gjatë. Po. Mirë, barba një të që pa kujdes më të tonë me telefona, mirë, më bëjnë aksidente. Eci me shpejtësi, ë? Eci me shpejtësi, këtu doli i vogle, doli është qytet, i shkau këma plaku ta. Se merë vetëm qape, merë atëm qape, këto të kështu që duhet që më kujdes. Po si pamje, si bukurisi? Po si bukuri mirë është ba, mirë. Shiko, Orikumi ka perspektivë që të bëhet, si Oriku që ka qënë dikur, se ka qënë dhe njërë. Në shilëm pak pas dore. Po, kjo është që ka qënë Orik, a qënë kod presidents të utës, qisha për te. Për shpejtësim, po, duhet të kemë një sinjalizim. Dihesh i rrezikuar? Dihen unë, da kemë bërë, se da në këto përdurat janë bërë të gjëra, po, ka fëmijë edhe ka ndarë sa bicikleta nga ato që u hypi kështu, ka ato e të shpejta shumë. Ato rrezikojnë që mund të rrezikojnë fëmijët. Projekti rehabilitimit të shëndetësores së Orikumit është një investim i qeverisë shqiptare me në fokus zhvillimin e zonave turistike me potencial ekonomik dhe turistik. Në njësitë administrative të Bashkisë Gjirokastër po punohet për pastrimin e kanaleve vaditëse në mënyrë që fermerëve t'u garantojnë shërbimet për kulturat e mbjella. Sipas specialistit Tomor Sheu, deri më tani janë pastruar më shumë se 63 kilometra kanale vaditëse, të cilat të çojnë ujin te fermerët për më shumë se 500 hektar tokë bujqësore të mbjellë me jonxh dhe drithra. Në njësitë administrative të Bashkisë Gjirokastër po vijon puna për pastrimin e kanaleve vaditëse në mënyrë që fermerëve t'u garantojnë shërbimet për kulturat që ata kanë mbjellë. Deri tani nga strukturat e bashkisë janë pastruar më tepër se 63 kilometra kanale vaditëse, të cilët do të çojnë ujë për fermerët në më tepër se 500 hektar tokë bujqësore të mbjellë kryesisht me jonxh dhe drithra, sipas specialistit Tomor Sheu. Puna është fokusuar tërësisht tek pastrimi i kanaleve vaditës. Aktualisht jemi në fundin e pastrimit kanale vaditës, gjithçka është në eficiencë të plot, pasi
sezoni i vaditjes tashmë është në fillimet e tij, në hapat e tij të para dhe ne jemi përqendruar për një mbarvajtje sa më të mirë të këtij sezoni. Jemi duke punuar në njësinë administrative të Cepos dhe në njësinë administrative të Lunxhurisë me 2 mjetet e rënda, pra me 2 skerpat që kemi ne në dispozicion, siç thash për të shkuar me sukses drejt një sezoni sa më të mirë vaditës. Aktualisht janë pastruar 61.2 km kanale vadice, të cilët me punën punës tonë të mjeteve të agjencisë bujqësisë së pyjeve, ujitjes dhe kullimit, ashtu dhe të punojësve të ndërmarrjes së shërbimeve komunale, është bërë mundur pastrimi i këtyre kanaleve në masën 100%, pra siç thash në 63.1 km kanal. Zona problematike janë shqetësime të vogla, këto të cilat më tepër vijnë edhe nga mos kujdesi dhe mos mirëmbajtja e vetë fermerëve të qastrave të vaditjes, por ne gjithmonë kemi qenë në kohë rend, edhe kur ka patur deçarje dhe rrëshqitje të masive ku kanalet vadice kalojnë në terene të thepisura. Janë rreth 680 fermerë që merren me kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore, të cilët kërkojnë në konde në momentin e dur ujin, për pasi dihet që uji është mjeti më jetik për një mbarvajtje sa më të mirë të prodhimeve bujqësore. Janë rreth 700 fermerë në të gjithë territorin e bashkisë Gjirokastër që do të përfitojnë nga këto ndërhyrje në kanalet vaditëse. Sipas tyre, një ndërhyrje cilësore do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e rendimentit të tokave të tyre. Ndihmuan Geraldo Bibën të tërhiqte zvar. Protestuesi në Zvërnec, policia e Vlorës arreston dhe 2 rojet private të sigurisë, të cilët kanë rezultuar pa licencë. Të 2 shtetasit, Artur Grami dhe Gazmend Vathi, janë dalur nga gjykata e Vlorës dhe ju është caktuar masa e sigurisë arrest me burg për veprën penale, heqja e paligjshme e lirisë. Policia e Vlorës ka arrestuar 2 rojet private të sigurisë që në bashkëpunim me Gerald Bibën të hoqën zvar protestuesi në Zvërnec. Artur Grami dhe Gazmend Vati tashmë të arrestuar rezulton se nuk janë të licencuar nga asnjë subjekt për shërbimin privat të sigurisë fizike. Biba bashkë me ta e të hoqën zvar protestuesin pasi e kishin goditur me grushta dhe mbajtën me forcë brenda kabinës së rojes. Protestuesi ndenjë aty deri në momentin e ndërhyrjes së policisë. Të 2 shtetasit janë ndaluar pasi gjykata e Vlorës ju ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale heqja e paligjshme e lirisë. Policia njofton se vijojnë hetimet intensive në bashkëpunim me prokurorinë e Vlorës për të nxjerrë përpara përgjegjësinë penale të gjithë autorët e veprimeve ose mos veprimeve të kundërligjshme të kryera gjatë tubimit të zhvilluar në datën 30 maj 2026 në Portonov, Zvërnec. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme. Një 21 vjeçar është arrestuar nga policia si bashkëpunëtor i 2 të shpallurve në kërkim Taulaj dhe Bajos, të cilët në shkurt të këtij viti vun tritol në makinën e Mirash Gjikollës. Në banesën në shëndill të 21 vjeçarit, policia ka sekuestruar një pistolet me fishek. Tritoli në makinën e Mirash Gjikollës në Saranda arrestohet 21 vjeçari, i riu bashkëpunëtor i 2 shtetasve të tjerë, ndërkohë që 2 autor mbeten ende në kërkim. Një shtetas i identifikuar si Ignacio Caso ka rënë pranga, ndërsa në banesën e tij sekuestruar një pistolet me fishek. Grisel Taulaj është i dyshuar për sigurimin e numrit telefonik që do të përdorej për aktivizimin në distancë të eksplozivit, ndërsa shtetasi tjetër, Xhafer Bajos, i autori kryesor i vendosjes së lëndës plase në automjet. Një 21 vjeçar në Sarandë është arrestuar nga policia si bashkëpunëtor i 2 të shpallurve në kërkim, të cilët në shkurt të këtij viti vun tritol në makinën e Mirash Gjikollës. Në banesën e tij në shëndëllit të Ignacio Casos, policia ka sekuestruar një pistolet me fishek. 57 vjeçari nga Lezhë dhe banim në një fshat të Konispolit të Mirash Gjikolla gjeti një sasi lëndë eksplozive në sediljen e makinës ndërsa lëvizte në rrugën Shëndëlli-Vrin mëngjesin e 5 shkurtit 2026. Fatmirësisht lënda eksplozive nuk shpërtheu, teksa nuk ishte funksionuar lidhja mes kapsollit dhe 6 kallëpeve të tritolit montuar në sediljen e pasme të automjetit të tij. Për këtë ngjarje policia ka shpallur me herat në kërkim Grisel Taulajin, i dyshuar për sigurimin e numrit telefonik që do të përdorej për aktivizimin në distancë të eksplozivit, si dhe Xhafer Bajon, i dyshuar si autori kryesor i vendosjes së lëndës plase në automjet. Ndaj të 3 të dyshuarve rëndojnë akuzat për vrasje me paramendim, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim, si dhe për armbajtje pa leje. Sipas tendencave të turizmit ndërkombëtar, Shqipëria renditet një ndër destinacionet më të kërkuara për vitin e ardhshëm, duke tërhequr vëmendjen e turistëve nga e gjithë Europa. Të renditura Himara, Saranda dhe Vlora, ndërsa interes në rritje kanë në zona si Borshi dhe Qeparoj.
Viti 2026 pritet të jetë viti destinacioneve të reja turistike, me gjithnjë e më shumë vizitorë që kërkojnë përvoja autentike, çmime të përballueshme dhe vende ende të paprekura nga turizmi masiv, shkruan media italiane TGU24. Sipas tendencave të turizmit ndërkombëtar, Shqipëria renditet ndër destinacionet më të kërkuara për vitin e ardhshëm, duke tërhequr vëmendjen e turistëve nga e gjithë Evropa. Shqipëria, perla e re e Mesdheut. Shqipëria vazhdon të konsolidoj pozicionin e saj si një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në Evropë. Kombinimi i plazheve mahnitëse, trashëgimis historike, mikpritjes tradicionale dhe kostove më të ulta, krahasuar me destinacionet e tjera mesdhetare, e ka kthyer vendin në një zgjedhje gjithnjë më të preferuar për pushuesit. Bregdeti shqiptar, veçanërisht Riviera shqiptare, po fiton famë ndërkombëtare fal ujrave të kristalta, gjyreve të fshehura dhe peizazheve mbreslënëse. Ndër destinacionet më të vizituara renditen Himara, Ksamili, Saranda, Dërmiu dhe Vlora, ndërsa zona të tjera si Borshi, Qeparoi dhe Lukova po tërheqin gjithashtu interes në rritje. Për te ideti, turistët po zbulojnë gjithnjë e më shumë edhe pasuritë kulturore të vendit. Ekspertët e turizmit vlerësojnë se Shqipëria do të vazhdojë të jetë një nga zgjedhjet kryesore për turistët që kërkojnë pushime cilësore me kosto të përballueshme, larg mbi popullimit që karakterizon disa nga destinacionet tradicionale të Mesdheut. Nëse po planifikoni pushimet e vitit 2026, Shqipëria mbetet një nga alternativat më interesante dhe premtuese në Evropë dhe Mesdhe, shkruhet në median italiane. Me kombinimin e plazheve spektakolare, qyteteve historike, maleve mbreslënëse dhe mikpritjes së njohur shqiptare, vendi po forcon pozitat si një nga pikat më të nxehta të turizmit ndërkombëtar, duke konkuruar gjithnjë e më shumë me destinacione tradicionale të rajonit. Bioteknologjia blu vjen për herë të parë në Vlorë përmes një projekti pas 3 vitesh punë drejt përfundimit, gati për të realizuar në zona të tjera të rëndësishme bregdetare të vendit. Sipas profesor doktor Rigers Bakiu, projekti është zhvilluar për 33 muaj në gjirin e Vlorës dhe përfshin sektor kyç si turizmi, peshkimi dhe akvakultura. Bioteknologjia blu vjen për herë të parë në Vlorë përmes një projekti që pas rreth 3 vitesh pune është drejt përfundimit dhe tashmë është gati për të implementuar më gjerësisht edhe në zona të tjera të rëndësishme bregdetare të vendit. I konsideruar si një projekt me rëndësi të veçantë për ekonominë blu, duke përfshirë edhe sektor kyç si turizmi, peshkimi dhe akvakultura. Projekti ishte zhvilluar për rreth 33 muaj në gjirin e Vlorës, nga Qendra Shqiptare për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm, ndërsa ka si partner kryesor Universitetin e Mursias në Spanjë. Profesori i asociuar Dr. Rigers Bakiu shpjegon rëndësinë e këtij projekti i cili synon shtimin e organizmave filtruese dhe pastrues në gjirin e Vlorës. Sipas tij, këto organizma ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së ujrave detare përmes proceseve natyrore të filtrimit dhe pastrimit. Vlora sot në fakt, megjithëse kontekstin që po jetojmë, do të ndihet me fat, sepse nëpërmjet këtij projekti të Bashkimit Evropian, po sillim për të parë bioteknologjitë blu. Pra nuk flasim këtu vetëm për akvakulturë, por për gjithë teknologjitë e reja, përfshirë këtu dhe ato që interesojnë farmaceutikës dhe shëndetit njerëzit. Pra flasim këtu për bioteknologjitë më inovative që lidhen me ekonominë blu, me këtë ekonomi blu që përmban dhe turizmin, që përmban dhe peshkimin dhe akvakulturën. Por bioteknologjitë blu janë një sektor tepër specifik që merret me dhënien një vlerë shtesë të organizmeve me origjinë ujore apo me origjinë detare. Në fakt, në gjirin e Vlorës kemi krijuar një zonë pilot për zhvillimin e teknologjive të avancuara të akvakulturës. Pra një akvakulturë moderne, ku mos rriten vetëm koce apo levrek, por dhe organizma të tjerë shtesë, si midjet, ostrikat apo dhe kastravecat e detit që është një organizëm me mjaft vlera sidomos për tregun aziatik. Kjo nuk do të thotë që ne nëpërmjet aktiviteteve të akvakulturës ta dëmtojmë gjirin e Vlorës, por ky aktivitet akvakulture çfarë bën? Nëpërmjet organizmave pastrues apo filtrues, siç është kastraveci i detit, midjet apo ostrikat, ky ujë në kolonën ujore të filtrohet. Duke u filtruar dhe impakti që do të ketë akvakultura do jetë më minimal. Projekti në fakt mbyllet në 30 qershor, ky është aktiviteti i fundit, ka zgjatur 3 vjet, le të themi 33 muaj më saktë. Është një projekt që udhëhiqet dhe ka partner lider Universitetin e Mursias në Spanjë, por ne jemi ndër partnerët që
vim nga vende kandidat, jemi i vetmi dhe jam krenar për këtë sepse ne ndryshe nga partnerët tanë për shembull që ka patur mjaft probleme, si Slovenia apo Italia, ne kemi arritur që zonën pilote ta vëmë në punë dhe të jetë aktualisht funksionale. Pra për këtë duhet ndihemi krenar dhe mos ta shohim përherë Shqipërinë si një vend që ka ngelur kandidat, pra ka dhe iniciativa të tilla që ne ndonjëherë dhe ja u kalojmë atyre vendeve të BE-s, në të tilla projekte. Profesori i asociuar doktori Gers Bakiu konfirmon se pas datës 30 qershor, teknologjia e zhvilluar në kuadër të këtij projekti në Gjirin e Vlorës do të transferohet edhe në zonat e tjera bregdetare, me prioritet edhe me potencial të lartë turistik, qoftë edhe në vendet fqinje, siç është Malizia apo dhe Kroacia. Pavarësisht disa sfidave të vogla, siç thekson ai, gjatë zbatimit projekti vlerësohet si një nismë me ndikim të rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave bregdetare. Do të vazhdojmë me transferimin, presim që kjo teknologji të transferohet në vende të tjera që po merren tashmë shembull, në vende për turizmin, siç është Malizi, pra këtë teknologji që ne zhvilluam në Gjirin e Vlorës, do ta transferojmë diku tjetër, në një vend fqinj që mund të jetë dhe Malizia apo dhe Kroacia. Dhe i periudhë fundit, si do ta vlerësoni këtë projekt në 3 vjet që është zhvilluar në Gjirin e Vlorës? Ka pasur problemet e tij sepse ne themi që jemi një vend në zhvillim, një vend kandidat për QNB, por me punë të madhe, me vullnet dhe duke mos i parë këto ndasitë e ndryshme që ndodhin dhe kanë për të ndodhur për herë, dhe me bashkëpunimin që kemi krijuar me fermën e kompanisë Alba Adriatico 2013, prej vitesh ne kemi arritur dhe kemi sjellë sot dhe partner të një projekti të rëndësishëm që nuk përfshin vetëm Shqipërinë, Vlorën, Adriatikun apo Jonin, po përfshin të gjithë me zeu, sepse kemi partner nga Spanja, nga Slovenia, nga Italia, nga Greqia, nga Franca. Pra këtu flasim për Infremer. Infremer është kompania shtetërore që kur u krijua themeloi dhe hodhi bazat për akvakulturën detare. Pra dhe Infremeri ka ardhur këtu sot dhe Poliket dhe Polmer, ku Polmer le të themi është një ndër kompani që tashmë merret me kërkime në fushën e energjisë bërthamore, pra me krijimin e motorëve, me përmbajtje bërthamore për nëndecet dhe për anjet. Ndërkohë edhe përfaqësues të projektit apo edhe përfaqësues të Universitetit të Mursias në Spanjë, të cilët e kanë ndjekur nga afër zbatimin e këtij projekti, kanë shprehur vlerësimet e tyre për rezultatet e arritura dhe rëndësinë e implementimit të kësaj teknologjie. To be in your country and knowing all your work that you are doing here. So congratulations because Riga and Ili we're working very well. Unë duhet ju falenderoj të gjithëve për punën e kryer për gati 3 vjet këtu. In this final event and steering committee meeting. Also, I would like to thank all the stakeholders Të vija në vendin tuaj dhe të gjeja një përkushtim të tillë dhe natyrisht një ambient shumë të mirë, si nga puna edhe nga natyra, ishte diçka që më dha shumë shtys për punën e kryer. Thank you for being here, Arte, Francesca, and all our panel, Polmer, Mediterranean, Enea, and also CNR Masi. So we are going to start with this agenda. Unë dua t'ju falenderoj emër për emër për punën dhe atë se çfarë keni dhënë gjatë kësaj periudhe në një projekt shumë të rëndësishëm dhe që sot e sjelli mes një agjende që përmbledh gjithçka. So we are going to start with this agenda. The first session will be related to all this kind of work that we were doing here or we have been done here in Vlora Bay. Takimi përmbyllës i projektit u zhvillua me pjesëmarrjen e grupeve të interesit dhe partnerëve të përfshirë. Pas 33 muajsh punë dhe implementimin në Gjirin e Vlorës, projekti po shkon drejt mbylljes së tij, duke lënë pas një model inovativ që pritet të shtrihet edhe në zona të tjera bregdetare të Shqipërisë apo edhe në vendet fqinje me ne, të cilat kanë si prioritet dhe potencial zhvillimin e turizmit. Të nderuar shikues, kjo ishte edhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë miru takofshim.